një aktgjykim i tillë vërehet që është një interpretim i paguximshëm i gjykatës. Ai ka vlerësuar seancën e jo vendimin e pamiratum, siç është kërkuar me kërkesë kushtetuese, por ka dalë tërësisht jashtë objektit të kërkesës. Në gjykata do duhet të thonte në mënyrë taksative, edhe pse në mënyrë indirekte ka thënë që nuk duhet kryesuesi i seancës të dalë jashtë skenarit i cili është përgatitur me datën 8 prill. Asnjë bazë nuk ka pas me vlerësu seancën gjykata, sepse seanca nuk është akt, thjesht është përgjigje në pyetje që s'ju kanë bë, kanë thonë, s'ka thonë për vendimin e pamiratum, ta thënë vlerësimin e kushtetuesimit i cili është kërkuar. Ka diçka në kërkesë që është kërkuar, ndërkohë ajo nuk i ka trajtuar këto kërkesa të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ka dalë jashtë kërkesës së pretendimeve të grupit parlamentar të AK-s, të mbështetur edhe nga disa deputet të partive tjera. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese është një interpretim në një format i paguximshëm, por nuk tregon pasaj për pasojat cilat do të jenë pasi që të kalon edhe ky afati 30 ditor, që është në rastin e kalimit të këtij afati nga dita e djeshme, ose nëse llogaritet nga dita e sotme, çka do ndodh me datën 26 ose 27 korrekt, çka nëse nuk konsiderohet kuvendi, sepse ne kemi pasoja juridike nëse nuk zgjedhet kryeministri herën e dytë, kemi pasoja nëse nuk zgjedhet presidenti herën e tretë, pra shkojmë në zgjedhje, kjo është pasoja. Në ndërkohë nuk kemi pasoja për mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Një çështje të tillë do duhet ta trajtojë gjykata kushtetuese. Vonesa e thirrjes së këtij takimi, pra tek nesër në orën 16, më duket jo serioze nga Albin Kurti. Unë kam pritur që takimi të thirret menjëherë sot, nëse jo në mëngjes në orën 8, të thirret pasi u ishte caktuar seanca e 38 nëse nuk gaboj sot, dhe është dashur t'i thirr menjëherë. Dhe kjo thirrje për të nesërmën më bën që nuk jam optimiste se do të ketë diçka, por megjithatë të presim e të shohim. Por mirë që e bëri hapin e parë, gjë që e kemi thënë që sa kohë jam të them të drejtën, jam skeptike. Do të befasohesha për të mirë sikur të shoh diçka që do të ndodh, por jam pak skeptike.